Këndoj për trupin elektrik. Ushtritja atyre që dua me pushtoj. Edhe unë i pushtoj ato. Nuk me lëshoj. Duan të vete me ta, të bindem atyre, të bëj të dlirë, e të mbush me gjellën e shpirtit. Ja trupi i femës, një frym hinore fryn rrethti nga kryet gjërë të këmbë, të josh me fuqirën mbyesi, prej frymës së ti joshem, sikur të isha avulli i pafuqishëm. Çdo gjë shpërndahet. Mbetemi vetëm ne të dy. Libra, arti, feja, koha, toka e dukshme, e ngurtë, atmosfera, rreth dhe kënaqësitë e parajsës edhe të merret e ferrit u zhdukën. Mos jo vi turpa gra. Tagri juaj përmbledh gjithë jetën dhe është dalje e të gjitha. Ju jeni portat e trupit dhe ju jeni portat e shpirtit. Femra ka të gjitha cilësitë dhe i zbut ato. Është në vendin e saj dhe lëviz me harmoni të përsosur. Është gjithësia e fshehur si çikahije. Është e zonja dhe të marrë dhe të jap. Ajo ngjis bi dhe bia. Ajo ngjis bia dhe bi. Kur shoh shpirtin tim të pasqyruar në natyrë, kur shoh në përmjegull ndo këtë të pajisur me përsosmëri, shëndet dhe bukuri të rrallë, kur shoh krye të lëshuar dhe krah të kryzuar mbi krahor, shoh femrën. Trupi i burrit është i shenjtë, dhe trupi i gruas është i shenjtë. I kujt do qoftë trupi është i shenjtë. Qofti ndonjë robi, qofti ndonjë nga ata emigrantë të otuar që sapo kanë zbritur në skelë. Trupin e burrit kanë nxjerrë në ankant. Se para luftës vija shpesh në treg të skllëverëve dhe shikoja si i blen dhe i shesin tregtarët. I ndihmoj shitësi se loçkoja as zanatin e tij se dhe mirë. Zotëri, shikoni këtë mrekulli. Çdo çmim të jap vlerësi për këtë gjë e pak është. Që ta përgatiste këtë lëmshi dheut ndeti quintilion vjet pa një kafsh abim. Për ta pjellë këtë botë atletikë rrotulluan pa pushim dhe me përpikmëri. Në këtë kohë ka fronin truri që i pushton të gjitha në të dhe në të lindin heroj. Pak qyrin i këto gjymtyrë të zeza, të bardha, sa mishtërisht janë bërthyer me dej dhe remba. Shqisa nga më të zjellur. Syt të ndezur me zjarrin e jetës. Trimëria dhe vullneti për liri, petët e kraharorit, shtylla e kurrizit, qafa e përkulshme, mishi i tendosur, krahët e shalet e drejta, dhe për brenda ka çuditëra edhe më të mëdha. Për brenda rreth gjak, po, ai gjak jetik, po, ai gjak që rrjedh i kuq, aty mbushet dhe rrej një zemër, aty zjen gjithë epshet, dëshirat, përpjekjet dhe qëllimet. A mos pandetni se mungojnë aty vetëm pse nuk kemi parë të shprehura në sallona dhe sallat e leksioneve? Ky burr s'është vetëm është babai atyre që do të bën etër kur të virava. Në këtë është fillimi i shteteve me popullsi të mëdha e republikave të pasura. Prej tij sa jetë të amshuara në trupa dhe gëzime të panumërta.